ty pas marketingut. Faleminderit edhe një herë gjithë ata që po e përkrahin Odeonin. Ecim tutje, duke falenderuar gjithmonë nga zemra sponsorët tanë, që janë mbështetja jonë e mirë, suporti ynë i fuqishëm. Jemi kur po xhirojmë sonte, është dita e pranverës, por me borë, temperatura goxha minus. Megjithatë, përsëri këtu i kemi prezent si gjithmonë publikun tonë të nderuar, që edhe një herë ta potencojmë vinë nga Kolegji Fama nga Mitrovica. E ne ecim tutje edhe me një lajmë që sa po e dëgjuam që demarkacioni kaloi, goxha me gaze, pa gaze, simbolikisht edhe humoristat tanë na hodhen gazin, profesora. E gaze, kanë njerë për na duket që jemi bo gazi botës, nuk është krejt ashtu, jeta duhet rrjedh normalisht. Sepse kemi çfarë prezentojmë. A shihni jemi në këtë skenë vërtet tër glamur, në këtë mrekulli që ndodh në Republikën e Kosovës, që kishim dëshiruar aq shumë. Mendonin ta bëjmë veç Republikën Jugosllavi? Jemi pavarësi. Dhe një ditë e synojmë atë çka duam, bashkimin ton. Sonte miri kemi musafir tepër të veçantë. E kemi një musafir që sikur ta kishim menduar dikur, popullor që kishim thonë, ishim të ranu për gëzimit. Ajo është një deputet i parlamentit të Brukselit që sonte vjen për herë të parë në një spektakël në Kosovë. Zonja dhe zotri, për ju, për ne, për të gjithë, deputeti shqiptar në parlamentin e Brukselit, zotri Ahmet Gjana. Zotri Ahmet mirë se erdhe, urdhon karikën tënde. Mihri e kemi një musafir tjetër, i cili është pa që ndëruar, një njeri që është i devotshëm në përcaktimin e tij kombëtar, është biznesmen, e besa dhe këngëtar, sonte është këtu me ne, e bashk, sigurisht, jo veç bashkohanik, një profesorit ndëruar që do ta themi më vonë, po dhe i Ahmet Gjanës, atje në Bruksel, zotri Nejshmedin Demiri. Zotri Ahmet Gjana, që kemi fatin e mirë të rallë, ta kemi musafir sonte, vjen nga Brukseli, po është puro shqiptar. Ju jeni lindë rritë në Bruksel, e? Po, jam i lindur në Bruksel, prindrit e mi janë aratisë nga Shqipëria në 56-ën, kështu që unë kam lindur në 68-ën në Bruksel. Shife, në 56-ën, populli shqiptar në Kosovë përjeton të dhunën më të madhe që e bënte pushteti Jugoslav në krye me Rankovicin atëhere, ka qenë një aksion i armëve, nuk di sa ke dëgjuar, po unë sonte këto ju ma shumë me pytë se sa me folë që po flasë, kështu ka gjatë, dhe shife, terror këtej, familja juaj duhet të ratisej. Pse? Ishin kundërshtar të regjimit, e? Po jo, kishte filluar që ta shpërsohet regjimi komunist dhe kishin marrë gjithë ato tokat, kishin marrë gjithë pronësinë e njerëzve, ishte një shtypje pa në vendet tona, kishte një luftë të ashpër, edhe kjo nuk ishte që një informacion që dihej këtu në këtë pjesë të kombit tonë. Në këtë pjesë mendohet që Shqipëria është një vend me lule, ndërkohë që atje kishte një represion pa pamë. 2 vite baba jem ka qenë në burg, një burg shumë i keq, i ashpër. Kur dolin nga burgu, pastaj? Pastaj u arratisën. Gjeti rrugën edhe u arratisën. Po, u arratisën. Ishin shumë veta kështu familja, apo veç... Po ishin, do thot, gjyshja, baba dhe xhaxhaj, edhe gratë, do thot nona ime, edhe me gjithë ato që kishin ato lopat e... Me teshe kotesh, thonë të ne, a? Komplet. Edhe me kafshët u arratisën? Arritën mu arratisën? Po, arritën e tu. Dhe erdhen në Kosovë, me shpresë? Po, në Neredimne, arritën 4 vite nëjtën aty, pastaj 2 vite i qunë atje në Gerov të Kroacis. Në një kamp. Po, në një kamp për qëndrimi, dhe pastaj do thot i kërkuan që në cilin vend do të donin që të iknin, dhe zjodhen që të shkon
që shkojnë në Bruxelles dhe në 62-shin erdhen në Bruxelles. Mirë, megjithatë edhe gjyshi dhe babai ishin të renditur me shpirt, me mendje, diçka ka krahu nacionalist, jo komunist, apo? Po, sigurisht. Ishin kundërshtar regjimi, sigurisht. Jo, realisht nuk është se ishin kundërshtar, thjesht do thotë dënoshin në mënyrë... Edhe për gjërat vogla. Po, gjërat krejt ordinere, krejt pa... Regjimi keq, regjimi kriminal, regjimi vizor. Dhe ju lindët në cilin vit? 68. 68. 67 e kishin vendosur me të bëty ata, ha? Po më duket se po. Shkollimin e mbarova aty, pastaj. Edhe atë fillor, edhe atë. Fakultetin e Shkencave të Ekonomikës në Universitetin e Lirë të Brukselit, edhe pastaj. Universiteti i Lirë i Brukselit. Pse potencohet kjo fjalë i lirë? I lirë në mendim, do të thotë është mendimi i lirë. Ti zgjedh ata që mendon ti, edhe vepron sipas mendimit tanë të lirë. Shkencat ekonomike, ha? Po, shkencat ekonomike. Ju jeni tani ekonomist i diplomuar, apo i magjistruar, apo dhe më shumë? Po, i diplomuar. I diplomuar. Në këtë nivelin tani të nivelit universitar, unë jam faktikisht atëherë i licencum, sepse në 4 vite marroshe universitetin, po tani është niveli masterit. Po, është i masterit tash me këtë. Pse edhe tek ju është ai sistemi Bolonjës, ha? Po. Ky sistemi 3 vjeçar bachelor, pastaj me 4 vjet apo 5 vjet veç je i master. Po natë kohë ishte vetëm 4 vite. Po. Edhe unë kështu kam pas të studiuarit. 5 vite fakulteti mjekësisë, 1 vite praktik 6 vjet, praktikisht në kushte normale na jemi master tani, domethënë me bukur shumë. Kur e njofte zotrin Nexhmedinin? Po, zotin Nexhmedinin e kemi njohur me kohë, sepse është person që i kushtohet çështjes kombëtare dhe ne sigurisht kemi gjetë atë terrenin e përbashkët të çështjes kombëtare në të gjitha protestet, në të gjitha eventet që kanë të bëjnë me komunitetin shqiptar, në mbrojtjen e drejtave të shqiptarëve, gjithmonë ka qenë i pranishëm edhe është aktivist në këtë do më thënë, unë jashtë gjatë aktivitetit, ha? Po, aktivitetet, gjithmonë, takimet të ndryshme, do thotë, sigurisht, takohemi edhe... Edhe Nexhmedini ka ikë nga, absolutisht nga një lloj terrori, se mas vitit 90, terrori ishte gjithandej. Kur ike Nexhmedin nga Kumanova, ha? Në vitin 1993 ika dhe vajta në Bruxelles. Atje ishte një fillim shumë i zërshëm, sepse... Atë lidhi diçka shkove gonë kështu, ku t'ja qëlloj? Jo, shkova se kisha dika familjes atje, po me gjithë atë ishte problemi madhë, se s'njishim gjuhën frenge absolut nuk e njisha, as në një gjuhë tjetër në të thënë të drejtën, pastaj u dasht me kërku punën, me kërku me fillu një jetë tre krejt. Dhe përveç punës edhe aktivitete thjesht kombëtare, nacionale? Çfarë moshe keni emigruar në Bruksel? Moshën 21 vjeçar. 21 vjeç, a u martova atje pastaj, ha? Po, u martova atje, po me një vajzë nga Shkupi. Si njohë Ahmetin? Njohë si aktivist, a veç ishte... A veç ishte ky në procese, sepse ky më herët ka qenë asamblist në komuna, po? Po, A kur u zgjodha asamblist në komunën e... Do të në 2006 për herë parë u zgjodha si, do të këshilltar komunal quhet atje. E kishe vendosur më herët më marrë me politik? Po, fillova faktikisht me... Ashtë kërësisht e rastishme, sepse unë do të ndodha në një mbledhje që kishte të bënte me organizimin e mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Dhe aty ishte faktikisht mbledhja asamblesë përditshme, më kishin thënë që hajde sepse do ketë një mbledhje ku do vendosim për strukturën e re, dhe me që unë kisha ca aktivitete që kishim realizuar në Molenbeek në atë sheshin e famshëm me shqiptar, edhe kishim organizuar mirë, atëherë më thanë, po ti pse s'bëhesh edhe pse s'futesh në këtë strukturë, edhe aty u zgjodha përgjegjës për rajonin e Brukselit për mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe. Po, edhe aty pastaj duke kërkuar që të jem që mësimi plotësues të organizohet në atë komunë, pash që ishte shumë e rëndësishme që të kishe një mbështetje politike. Pastaj
duke dora dorë. Aty u zgjodhen nga ajo asamblea, po që do të përfaqësojë shqiptarët. Po, jo, aty vetëm thjesht si strukturë, Si kuta strukturë. në këtë organizimin e mësimit plotësues, astaj duke dora dorës, duke u marrë me çështjet shqiptare, pash që ishte interesante dhe shumë e nevojshme që të kyçesha në politikën belge, sepse edhe aty mund të ndihmosh edhe pak më shumë bashkëdhetar këtu, po gjithashtu edhe të jesh edhe personalitet që mund të ndihmosh qoftë edhe për belgët atje. Babai çfarë kishte punuar më herët babai juaj? Jo, ishte elektricist vetëm. Elektricist. Po. Sepse pastaj kjo më ndërlidh. Më pas, ju keni hyrë në parlamentin belg. A keni hyrë me votat veç shqiptarëve apo të tjerë? Ja, aty faktikisht nuk dihet sepse vota është e fshehtë, po pretendoj që aty kam votat e shqiptarëve, sepse unë ma shumë kam punuar shumë në ndihmën e komunitetit shqiptar për mësimin plotësues, për organizime të ndryshme dhe jam njohur nga publiku shqiptar. Për protestat pa fund, sidomos në vitet 98-99 sigurisht, Ato ishin gjithë shqiptarët pastaj. S'kishte ndarje kështu. Po, s'ka ndarje atje. Këtu ndoshta ekziston ndarjet shumë me shtete, po atje nuk ekziston, janë gjithë shqiptarë. Shqiptarët në Belgjik, në Bruxelles, kishin ndarje kështu goxha, jo legalistat më herët, jo ballistat, jo komunistat kështu, tani u fuzionuan, u bashkuan gjithë. Faktikisht kur urzue komunizmi në Shqipëri, atëherë edhe dyshimet nuk ishin edhe sepse të ngeleshin. Shumë që aty pastaj ne filluam edhe aktivitetet të pastëra kulturore. Kështu që u bashkuam ma shumë me këtë kriterin kombëtar. Edhe më herët e kishe dëshiruar shkurjen në Shqipëri, sigurisht? Po, ne faktikisht gjithmonë urimi i fundit edhe para se me thonë natën e mirë ishte të kthehemi në Shqipërinë tonë të dashur. Gjithmonë. Po, gjithmonë.